Selam aleikum, paqja qoftë mbi ju. Uroj të jeni mirë, uroj që agjërimi këtë muaj Ramazanit jetë i lehtë. Inshallah të gjithë lutjet që keni të pranohen nga Allahu dhe inshallah dhe agjërimi të pranohet nga Allahu dhe pse jo, inshallah rutina që keni krijuar këtë Ramazan të vazhdoj edhe pas Ramazanit. Sot do doja të flisja në lidhje me një temë që besoj kemi hasur të gjithë, që ka të bëjë në lidhje me ata njerëz që japin këshilla mbi Islamin. Ndoshta përfshi dhe veten time, por në këtë rast doja të thosha në lidhje me këtë. Shpesh herë kur i themi njerëzve të vërtetën apo realitetin, mendojnë se ne po përpiqemi t'i sulmojmë, ne po përpiqemi t'i kritikojmë. Dhe shpesh herë jo gjithmonë merret ai feedbacku i dëshiruar dhe shpesh herë këshillat merren si sulm. Unë jam dakord që të këshillohet kur duhet këshillohet dhe kur diçka nuk është e drejtë. Por nuk jam dakord në formën se si jepet këshilla. Shpesh herë ka njerëz që duke dhënë këshilla mbi Islamin, bëjnë që tjetri të ketë frikë apo të largohet nga Islami. Shpesh herë krijohen këto gjëra dhe mënyra se si ne i themi ndoshta ndonjëherë është e gabuar. Mënyra se si disa përpiqen të mendojnë se janë perfekt apo janë më mirë se tjetri, apo mënyra se si duan të ulin tjetrin duke menduar atë pjesën që shiko unë falem, unë agjëroj, unë jam praktikante, unë jam perfekte. Nuk e thon perfekte, por në këtë formë krijohet ajo arroganca që në Islam nuk lejohet. Por ka nga ato që jep këshillën dhe mundohesh që sa do pak t'japësh në formën e duhur dhe sërish nuk duan këshilla. Ka njerëz që nuk duan ose ofendohen nëse jep këshilla të duhura. Sigurisht shpesh herë hamendësimi apo mënyra se si ne i themi gjërat keq interpretohet apo keq kuptohet nga disa njerëz, por këtu nuk mund t'i vëm faj vetes, apo nuk mund t'i vesh faj vetes, sepse ndodh që personi ka thjesht ka krijuar një ide për ty, edhe thjesht bazohet tek ajo ideja, nuk do as të njoh, nuk do as të di se kush je, çfarë bën, nuk do as të kuptoj, sepse thjesht ka njerëz që në këtë jetë thjesht kontrollohen nga hamendësimet. Po dëgjoja një histori para ca kohësh, më doli në Instagram dhe kishte të bënte me dikë që njerëzit e përtallnin, domethënë ai ishte shumë i pasur dhe nuk jepte bamirësinë, nuk ndihmonte. Dhe njerëzit gjithmonë përpiqeshin ta gjykonin, ta paragjykonin në këtë formë. Ndërkohë që ata shkonin tek një kasap dhe ai jepte gjithkohës mish falas. Ndërkohë që këtë tjetrin nuk e ofendonin. Derisa në moment që ai vdiq dhe sërish edhe pas vdekjes njerëzit flisnin dhe thoshin ai ishte koprac, ai kishte shumë pasuri dhe nuk ndihmonte etj. Ndërkohë pasi shkonin te kasapi, kasapi nuk po jepte më mish dhe ai tha që zotria që ishte i pasur, ai e paguante atë çdo muaj që të jepte mish falas. Prandaj çfarë kuptojmë nga kjo? Që mos të gjykojmë të tjerët, mos të gjykojmë pa i njohur. Sigurisht njeriu ka atë inatin e momentit apo ku diun pak kënaqësinë me veten të momentit, ka njerëz që nuk janë të lumtur dhe duan ta nxjerrin këtë gjë tek të tjerët, duke i ulur të tjerët poshtë dhe duke u ndier mirë vetë, por nuk të ecën mbar asnjëherë nëse mendon se do ndihesh mirë duke ulur tjetrin. Shpesh herë njeriu, sidomos ai njeri i drejtë apo njeri që nuk i bën dëm kujt, përpiqet që të këshillojë
siç e thash dhe më përpara, t'jap ato mendimet e tij, por ka njerëz që nuk duan, i vret e vërteta, ndonjëherë kur i thua të vërtetën, i vret e vërteta. Ka njerëz që të stopojnë, domethënë ngren zërin, nuk të lën të flasësh kur i thua diçka, dhe është shpeshherë kur përballemi me padrejtësi apo me mënyrën e respektit, shpesh shumë njerëz nuk të respektojnë në forma të ndryshme, shpesh bëjnë rolin e viktimës, pa e ditur nëse ti je mirë, nëse pa të pyetur se si ty të shkon jeta, por kanë atë vetin për të bërë viktim e vetes tyre. Dhe shpesh herë kur ke dëshirë që të thuash diçka, të flasësh që diçka nuk po të pëlqen apo të vendosësh limite, këta njerëz marrin vrull, marrin kot, nuk të lën të flasësh, fillojnë në atë moment duket sikur kanë pritur atë moment që të nxjerrin çdo gjë në lidhje me ty dhe të nxjerrin atë pakënaqësinë apo atë që kanë për brenda tyre. Dhe shpeshherë jam hasur me njerëz që nuk të krijojnë atë frikën, le të themi frikën apo intimidimin që të mos thuash asnjë gjë, nëse shet diçka që ty të bezdis, nëse shet diçka që ty s'të pëlqen, në momentin që ja thua, ato fillojnë të ndryshojnë fytyrën, fillojnë ta marrin personale, edhe pse ja thua në formën e duhur, sërish të stopojnë duke marrë atë hovin që shiko, mjaft se nuk dua të dëgjoj të çfarë po thua ti, apo marrin atë rolin mbrojtës. Kujdes nga njerëz të tillë. Vërtet këta njerëz janë, si është ajo shpreha, bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Këta njerëz e dinë që kanë gabime, e dinë që mënyrën se si nuk i respektojnë të tjerët, dhe kur i ja thua, thjesht nuk duan t'ja dinë, duan thjesht që ti të ndalosh dhe ato të vazhdojnë. Në momentin që shpesh herë njeriu merr zjarr dhe shpesh herë mënyra se si ti flet ndikon tek tjetri, mënyra se si ti i thua gjërat, dhe fillojnë direkt ti marrin për keq. Këto njerëz që nuk pranojnë asnjë gjë, por kanë atë që duan të imponojnë tjetrin, të bëjnë si duan ato, por në fakt në momentin që ti arrin deri aty në gjendësi e sipër, ti flasësh apo të sillesh në të njëjtën formë si sillen ato, nuk do të pëlqej. Nuk do të pëlqej të shohin veten e tyre tek tjetri. Kështu që kujdes nga këta njerëz, sepse më shumë nuk e kanë me juve, e kanë me veten e tyre. Unë mendoj që dikush që nuk pranon, dhe unë kam qenë dikur nga këta njerëz që shpesh herë nuk më pëlqenin kritikat, më dukej ndonjëherë pa drejt. Sigurisht ka pasur dhe padrejtësi kritikash, duhet të jemi realiste me këtë, dhe të dyja palët duhet t'i kuptojnë. Nëse ti ke kritik dhe po e bën kritikën në mënyrë të padrejtë, atëherë duhet ta kuptosh çfarë je duke bërë dhe të ndalosh. Dhe nëse ti ke kritikën me të drejtë, edhe pala tjetër duhet ta kuptojë që kritikat pranohen dhe lejohen. Se si ka shumë lloje njerëzish dhe karaktere njerëzish, por një gjë tjetër që doja të flisja është në lidhje me Ramazanin. Nuk e di nëse ju e keni vënë re, por ky Ramazan në këtë Ramazan dihet sikur koha ndalet. Domethënë, nëse më ka ndodhur për shembull që unë të jem vonë, dhe edhe nëse unë jam vonë, duket sikur koha ka ndalur dhe shoh orën dhe jam okay. Domethënë, edhe nëse jam vonë, ora sikur ndalet. Dhe nuk e di, është një muaj me bereqet dhe është një muaj i paqë, sepse e shet që tek ora nuk kalon, domethënë, ora shpejt. Po të shohim jashtë Ramazanit, ora shkon shumë shpejt. Dhe kur më ndodh kur jam vonë, shkon vonë ora. Ndërsa këto ditë e ndjej që sikur ora ka ndaluar pak dhe ndihet ajo paqja e brendshme e Ramazanit. Sigurisht portat e parajsës janë hapur, çdo gjë e mirë ndodh tani, dhe
është dhe pjesa ku shihet realiteti i njerëzve. Nëse sheh dikë që sillet si djall, i bie që djalli nuk ka ndikuar tek ai në jashtë Ramazanit. Dhe nëse sheh dikë që ndoshta kur nuk ka qenë Ramazan, ka qenë ndikuar, nervoz, agresiv etj, i bie që në Ramazan ai është shqetësuar, i bie që ka qenë ndikuar ndoshta nga djalli etj, por që në Ramazan nuk e di, mua më ndodh që krijohen teste të ndryshme për njeriu. Disa smuren, disa ndoshta mund të largohen paksa nga Allahu, ndoshta e marrin si për të mirë qenë këtë muaj, disa thellohen dhe afrohen më shumë me Allahun. Domethënë, ka edhe Ramazani ka ato testet e veta që ndikojnë tek njeriu dhe që e bëjnë njeriu të ndoshta të ta kuptoj këtë muaj pak më ndryshe se të tjerët, se muajt e tjerë. Faleminderit që më ndoqët. Nëse keni pyetje në lidhje me diçka, mund të shkruani në Instagramin tim, Cindy Speaks, dhe unë do t'ju kthej përgjigjen. Faleminderit dhe agjerim të mbar dhe lutje të pranuara.